Rreshtjet e Dëborës dhe ngricat kanë përfshirë pjesën më të madhe të qarkut Shkodër, kryesisht zonat malore, ndërsa në zonat e ulta vjojnë rreshtjet e shiut. Prefekti i qarkut Shkodër bën me dije se situata po ndiqet në mënyrë të vazhdueshme nga të gjitha strukturat operacionale në terren. Sipas drejtorisë vendore të policisë Shkodër, në akset rrugore me fluks të lartë lëvizje dhe në segmentet ku ka prezencë dëbore dhe ngricash, është shtuar patrullimi nga shërbimet e policisë rrugore. Policia u bën apel drejtuesve të automjeteve të përdorin goma dimrore ose zinxhir dhe të respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor. Në territorin e bashkisë Shkodër vjojnë rreshtjet e shiut, ndërsa në zonat malore ka rreshtje dëbore. Në aksin Bog-Theth, mjetet e firmës mirëmbajtëse ndollen në terren dhe po kryejnë hedhjen e kripës. Megjithatë, në disa segmente rruga paraqitet me ngrica. Në qafthore, trashësia e dëborës ka arritur rreth 15 cm, ndërsa qarkullimi vjon pa probleme. Në bashkinë Malësi e Madhe në qytetin e Kuplikut raporton rreshtje dëbore me trashësi rreth 3 cm, ndërkohë në bashkinë Fusharës rreshtjet e dëborës vazhdojnë me intensitet të ulët me trashësi 5 deri në 8 cm, ndërsa të gjitha rrugët janë të hapura dhe qarkullimi vjon normalisht. Edhe në bashkinë Puk ka rreshtje dëbore me intensitet të ulët me trashësi rreth 5 cm, pa problematika të raportuara deri në këto momente. Nga Drejtoria Rajonale e Transportit Rrugor Shkodër bëhet me dije se aktualisht nuk paraqiten probleme në qarkullimin në akset rrugore që ajo mbulon. Prefekti i qarkut Shkodër u bën thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes të shtuar gjatë lëvizjes, veçanërisht në zonat malore, dhe të ndjekin njoftimet zyrtare të institucioneve përgjegjëse.